Po jam e bindur që shumë shpejt, para seancës konstituive, Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje e koalicionit tonë përbashkët, do të ketë ftesë brenda pak ditëve, ndoshta edhe orëve, edhe për Lidhjen Demokratike, edhe për parti tjera në kuptimin që konstituimi i institucioneve në veçanti edhe zgjedhja e presidentit është një obligim i përbashkët i gjithë deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës. Siç e dim përkundrejt çfarëdo marrëveshje ose mundësie për të zgjedh kryesia e Kuvendit, për të konstituir Kuvendi, për të zgjedh qeveria, prap mos suksesi i zgjedhjes së presidentit do e çonte vendin në zgjedhje në një periudhë të shkurtë kohore, jo më pak se 2 muaj. Prandaj për të parandalu dhe evitu edhe një shkuarje në zgjedhje për të cilën duket se askush nuk e ka as vullnetin e as nuk e shohim se ka ndonjë arsye logjike për të shkuar në zgjedhje, shpresojmë që të gjithë të jenë të gatshëm që të diskutojnë me seriozitetin më të lartë të mundur në detyrat që ne na takojnë si përfaqësues të zgjedhur të popullit, që institucionet të konstituohen brenda një periudhe të shkurtë kohore, që pas seancës konstituive të Kuvendit dhe eventualisht edhe zgjedhjes së qeverisë të caktohet menjëherë edhe data për votimin, fillimisht dakordimin dhe votimin për president të vendit. Unë mendoj se është e qartë çka është e mundur të ofrohet. Është e mundur të ofrohet diskutim e koalicion për qeverisje, ndërsa sa i përket çështjes së presidentit është dakordimi i përbashkët i subjekteve, qoftë me vetëm procesin e dakordimit, qëndrimit në sallë, votimit sipas vullnetit të tyre, apo edhe një marrëveshje më të gjerë. Është pak sa problematike në rast se fillohen të ketë kushte të natyrës së cilat nuk përkojnë me vullnetin e qytetarëve të Republikës. Qytetarët kanë folur, rezultati dihet, konformati rezultati edhe mund të pritet dakordimi politik në mes të subjekteve. Krejt të varet nga dinamika e diskutimit, do të thotë është takimi i parë është mbajtur me përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është thënë se ka vullnet për të vazhduar me takime tjera. Së shpejti jam e bindur se do të ketë takim tjetër dhe prej atyhit mandej mund të dalin edhe konkretisht dakordimet që janë bërë mes të subjekteve. Krejt çka ka ndodhur në procesin e ngritjes transparencës nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë ka qenë konform nenit 22 të ligjit për shoqëritë tregtare, në të cilat informacionet për statutet e kompanive, për emrat dhe adresat e pronarëve dhe përfaqësuesve zyrtar janë të përcaktuara me dispozitat ligjore. Përderisa ajo çka është thënë në raport me nënshkrimet personale të individëve që kanë deponuar aty, mund të shihni rastet e rajonit, më konkretisht Shqipërinë, apo edhe Malin e Zi apo Bosnjën e Hercegovinën, e shihni se komplet kopjet apo transkriptet e statuteve dhe dakordimeve në mes të partnerve publikohen ashtu siç edhe janë pa redaktime. Ne e kemi tërhequr përkohësisht vetëm këtë pjesën e statuteve apo informacioneve shtesë, derisa ta bëjmë verifikimin e plotë edhe me Agjencinë për Informacion dhe Privatësi, me të cilët kemi qenë prej fillimit në dakordim edhe kemi filluar këtë proces, por prap ato do të publikohen me them specifikat apo kërkesat të cilat mund t'i ketë eventualisht agjencia. Por një panik e natyrës tillë çfarë unë e vrejta dhe e pashe çfarë dakordime, në fakt çfarë deklarime kishin përfaqësues qoftë subjekteve politike apo edhe të subjekteve ekonomike, është paksa e çuditshme për faktin se ato janë obligime të ligjshme. Nëse janë mësuar me mungesë transparencës, ato nuk do ta kenë. Domethënë, ne do të vazhdojmë me publikimin sipas dispozitave të ligjit në fuqi dhe gjithashtu për t'i qëndruar besnik jo vetëm respektimit ligjit, por edhe transparencës dhe standardeve që Kosova obligohet edhe sipas normave të Këshillit të Evropës. Do thotë ka ekzistuar një parim në të cilin shumë informacione që kanë qëndruar prapa regjistrimit bizneseve nuk janë bërë publike, e ajo periudhë ka përfunduar. Tashmë ato informacione krejt çka është në bazë të ligjit, secili që operon apo secili operator ekonomik ka dhe përgjegjësi publike. Nuk mund të ketë biznes me agent private. Në të tillë janë subjektet private. Bizneset nuk janë subjekte private. Prandaj unë mundohem ta mirëkuptoj deri ku ndjeshmërinë e ndonjë informacioni
i cili jo qëllimshëm ka mund të rjedhë si rjedhoj e mungesës apo dështimit të sistemit në moment për të redaktu, por nuk mund të kuptoj reagimin stihik në raport me informacionet të cilat i kemi obligim ligjor të publikojmë dhe do të publikojmë. Çmimi i naftës përcaktohet sipas çmimit për Kosovë, po flas me rregullorën që e kemi në Ministrinë të Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, sipas çmimit mesatar të 10 milion litrave të importuara dhe shtohet edhe një pjesa e marzhës së fitimit e cila duhet ju mundsoj bizneseve që të operojnë. Paralelja që shiqohet një ditë përpara me njëherë me paralelen se sa është çmimi këtu, nuk përkon për faktin se edhe porosit, por edhe dërgesat nuk bëhen automatike. Do të thotë ajo naftë ose ato derivate që vinë kryesisht në portin e Durrësit dhe shkarkohen janë të porositura, të dakorduara dhe të negociuara ditë më parë, ndërsa gjithashtu deri në momentin kur vinë dhe plasohen në tregun ton janë disa ditë ndërmjet. Por masa të cilën kemi ndërmarrë si ministri ka qenë masa e vetme në kuadër të bazës ligjore, të cilën kemi pasur mundësi që ta parandalojmë një abuzim më të madh me çmim. Ashtu siç e kemi, ka reagime dhe kërkesa të vazhdueshme të operatorëve ekonomik që merren me tregtimin e derivateve të naftës për ta hequr në tërësi, në mënyrë që të realizojnë një fitim pak më të madh apo të kenë mundësi të rritjes së kësaj marzhe. Jemi duke bërë analizat, tashmë vetëm se edhe zyrtarisht ka import të rritur, si rrjedhoi e rritjes së numrit të veturave, gati se është dyfishu importi i naftës dhe derivateve të saj, në baza ditore që marrim raportin nga doganat e Kosovës, ne na mbetet që të shohim një mes në të cilin nuk do dëmtojmë qytetarët e Republikës, do t'i mbrojmë nga potencialisht çfarëdo abuzimi, por nuk do të rrezikojmë edhe operatorët ekonomik. Ju falenderit shumë edhe juve.